Matilda Kaja është mjeke pranë spitalit Amavita që ndodhet në rrugën Pjetër Budi në qytet Studenti, por sot ka qenë shënjestër e një sulmi me tritol. Makina e saj ishte në parkingun privat të spitalit ku dhe ajo punon në momentin që ka ndodhur edhe shpërtimi i lëndës plasëse. Arsyet janë të paqarta, nëse lidhen me ndonjë konflikt me ndonjë pacient apo nëse e gjithë ngjarja ka një histori personale. Por lënda ka shpërthyer në momentin që mjekja nuk ndodhej brenda mjetit dhe kjo ndoshta tregon se autori ka dashur t'i jap thjesht një mesazh. Megjithatë, kjo nuk është hera e parë që spitali Amavita lakohet dhe bëhet pjesë e kronikave. Në vitin 2019, ky spital u bë tre atentatorëve të ngjarjes kriminale, ku mbetën 2 persona të vrarë në Laç, Bujar Lika, miku i Ervis Martinaj dhe Paulin Gjergji. Edhe pse kishin kaluar vetëm 20 ditë nga krimi i dyfisht, Eduard Lama, një prej ekzekutorëve, kishte arritur të gjente strehën perfekte, spitalin Amavita. Ai kishte marrë një plumë gjatë kryerjes së atentatit dhe për shkak se gjendja e tij ishte përkeqësuar, Lama u dërgua në spitalin privat Amavita nga familjarët. Ndjekja e familjarëve zbuloi atentatorin e shtruar, por edhe skemën ilegale në të cilën ishin përfshirë mjekët e këtij spitali privat. 2 mjekët që kishin kryer ndërhyrjet kundrejt Eduard Lamajt, Viktor Marku dhe Besim Lamaj, u vu në pranga pasi kishin marrë 10.000 euro për të kryer operacionin në këmbë në mënyrë ilegale. Në pranga u vu dhe pronari i spitalit Agim Karaj, shefi onkologjiku që akuzua për shpërdorim detyre, por që më pas u la i lirë nga apeli.